unë ndes me njëherë. Nuk mund të thuash ato 500 milion vitet e para që kanë qenë vetëm vulkane, asteroidë që binin, kanë qenë vetëm zjarr, po masi u ftohtë toka, 100-200 milion vjet, jeta filloi të formojë në moment në tokë, se ka pas energji toka. Edhe planetet e tjera. Por toka ka qenë atë zonën më të mirë, më të zona Goldilocks zonë thonë ato, që është uji është i lëngshëm, energjia është e bollshme, ka aktivitet shumë të madh në elementeve kimike dhe formohet jeta, u formoi jeta shumë shpejt. Dhe nuk e ndajnë dot tokën nga jeta. E quajnë të njëjtë si toka, si jeta, janë një grup bashkë. Domethënë jeta ka shumë aftësi, shumë aftësi që të formohet. Është shumë e fortë, është shumë, ndoshta jo e vështirë të formohet, por shumë e vështirë, ndoshta e pamundur të ndalohet formimi i jetës. Duhet parë me këtë vështirë. Neve jemi shumë mbrapa dhe sa kemi hapur syt. Ne po shohim vetëm disa pika në qiell me teleskop, lëvizim, marrim informacione me përgjithësi. Ne nuk kemi mundësi shohim universin akoma, jemi shumë mbrapa. Dhe nuk mund të themi që s'ka. Është shumë e guximshëm të themi që s'ka me këtë teknologji që kemi sot. Domethënë, por logjika thotë ka. Me ato që kemi marrë, që jeta duhet të gëlojë në univers, do të ketë shumë jetë në univers. Po jo fare, por shumë jetë, shumë jetë. Ashtu sikur edhe ne nuk kemi ndaluar se eksploruar me këto mjete që ju tha që kemi misioni fundit ishte në hën, ashtu edhe jashtëtoqësorët i bie që interesin e kanë ata ndoshta. Po, e kanë patjetër, çdo gjë e gjallë ka interes të komunikojë. Është thjesht natyra e molekulave të bashkëveprojnë njëra tjetrën. Siç bashkëveprojnë molekulat, edhe ne bashkëveprojmë, flasim me njërin. Është e njëjta natyrë, po ato ligje fizike. Si për atomet, edhe për ne që përbëhemi nga atomet. Është e njëjta rrjedhë. Dhe Alina të vinë në tokë nuk mund të jetë të fshehur. Nuk mund të di Alina se cila është struktura hierarkike e tokës, politika, ligjet, lufta, hallet e tokës. Alina kur vjen në tokë, vjen edhe të kërkon të flasi, do kërkon të komunikojë, të bëjë ndryshime patjetër, teknologjia është shumë e madhe. Lëviz shumë gjëra. Po themi në imagjinat tani, po thoni që të na ndryshojnë. Po është, ne flasim në atë logjikën e mundshme që si Kolombi kur shkoi në Amerikë. Ndryshoi shumë gjendjen atje. Filloi lufta, filloi shkëmbime tregtare, vdikën shumë njerëz nga viruset. Ndodhin shumë fenomene kur një palë takon një tjetër. Sidomos kur ka një teknologji shumë të ndryshme nga ajo. Se mendohet që nëse ato janë të aftë të vinë në tokë, do kenë patjetër një teknologji shumë të lartë se neve. Dhe kështu që ky bashkim do bëj disa ndryshime të dukshme. Po, me më shpejt i bie vinë ata se të shkojmë ne, na gjejnë ata se ne. Duke qenë se ju tha që e kanë. Më e mundshme është që më e mundshme që të vinë ata se ne, se mendohet që ka shumë, mendohet që njëri nga ata mund të ketë teknologji më të lartë se neve dhe është më e mundshme që në vinë ata neve se të shkojmë ne. Ne do shkojmë, do avancohemi, do shkojmë në përvojë të tjerë. Po nuk kërkoja 200-300 vjet normalisht me këtë zhvillim që kemi, 200-300 vjet që të avancohemi në teknologji, që ndoshta mund shkojmë tek ky vjet. Duhet të zhvillojmë konceptet jo teknologjike vetëm, por dhe shkencore. Duhet të ecim normalisht më shpejt se drita. Duhet të përthyejmë hapësirën, duhet të bëjmë disa gjëra, të vëmë në ligjet e relativitetit. Si funksionon të ligjet e relativitetit është vënë shumë pak në praktikë. Domethënë se kërkon sa energji shumë të mëdha. Zhvillimi teknologjik, domethënë përdorim më i madh i energjisë. Po të kesh energji më të madhe në përdorim, do kesh një teknologji më të mirë. Është gjithmonë kështu kjo, përveçsin drejt. Dhe sa më shumë energji, aq më shumë përthysh hapësirën. Mund të ndryshosh natyrën. Edhe diçka të fundit kam për teknologjinë që ju e përmendët, me teleskopin tuaj deri ku dhe çfarë mund të shikoni? Me teleskopin tim praktikisht mund të shohësh çdo gjë që ndodh në qiell. Mund të shohësh kometa që lëvizin ngadalë, jo kometa ato që duken me sy të mëdha me bisht, po kometa kur janë larg duken si pika, si hyje. Duken si gur asteroid, i sheh që lëvizin. Çdo çerekore në sfondin me hyje, kometa lëviz. Ngadalë. Mund të bësh një film të bukur. Shef Migullnaja, Migullnaja shef me ngjyra, qof me sy, qof me kamera që duken shumë më mirë pastaj me kamera. Shef galaktika, shumë të bukura, të errta, si njoha të bardha, por mund shohësh edhe krahas spiral galaktikave. Shef planetët, shef Saturnin me unaza, Jupiterin me satelitë, Saturnin me satelit, Neptunin blu në gurkali, në këtë ngjyrë shumë bukur, Urani gjithashtu me satelitet e tyre. Shef hënën, hënën të duket sikur hecën në hënë, është gjigant, të duken, shef jo vetëm krateret, por edhe krateret e kratereve.
Domethënë shef Afroditën. Afrodita do me ato fazat e Afroditës duket si një hënë në qiell. Ngjan hënës. Gjithsesi nuk duken kraterë, se Afrodita ka shumë atmosferë, 9 herë më shumë atmosferë se toka. Dhe 90 herë, jo 9 herë, dhe nuk sheh gjë poshtë, po duket si hënë duket ajo. Merkuri, që është shumë i vështirë, shihet dielli me këtë. Po kam atë lentën që e mbulon, që do pson dritën e diellit 10.000 herë që mund të shohësh diellin. Është shumë i rrezikshëm, por është shumë i bukur. Ndryshon gjatë gjithë kohës. Domethënë mund të shohësh çdo gjë, çdo lloj objekti ti mund ta shohësh me këtë. Dhe ato videot e alienëve që shohin njerëzit që edhe un kam patur shumë raste që kam parë videot më duku si alien, por që disa raste kam patur teleskopin dhe e kam parë me teleskop dhe është deshifruar që nuk ka qenë alien. Po mos kisha këtë, unë do thoja që ajo me vërtet mund të ketë qenë ndonjë UFO patjetër e paidentifikuar, po ndoshta alien do thoja. Por me këtë e kam parë që nuk ishte asnjë gjë e çuditshme. Por shumë video që shihen në mungesë të pajisjeve të duhur, ato ngelen në hipotezë, njeriu mendon se mund të jetë ndonjë alien, ndonjë diçka e ardhur nga universi. Mendojnë fundin e ekstremit të misterit, domethënë. E kam parë. Mendoj se e kam parë fundin e të mistershmes. Por që ato janë thjesht video, pamje, objekte toksore dhe natyrore. Mund të jetë ndonjë gjese, shumë që lëviz shumë larg, mund të jetë ndonjë zog shumë i madh që kur është larg duket pak si po lloj, mund të jenë shumë, po jo alien. Nuk mund shkoj direkt tek alieni, është shumë larg, shkosh. Pra për ta mbyllur, mund të themi që ka apo nuk ka sekrete më? Sekrete ka, po jo sekrete që alienët ekzistojnë. Jo në këtë nuk mund të themi që alienët besoni që ekzistojnë. Alienët ekzistojnë, për mua 100%. Por jo që ato kanë ardhur tokë. Nuk ka asnjë video që janë marrë, janë fotografuar apo takim të nivelit të tretë me alienët. Domethënë alienët nuk kanë ardhur tokë. Nuk kemi fakte. Shkenca nuk mund të pranojë me fakte të sopër, fakte të thonjza që alienët kanë ardhur tokë. Nuk kemi fakte që alienët kanë ardhur tokë. Deri më sot. Por interesi edhe ka dhe shumë shoqata që tentojnë të përfitojnë në sajtet videove të alienëve. Formojnë, krijojnë vetë video, foto, marrin nga populli, paguajnë që të marrin disa foto alienësh dhe nxjerrin me qëllim që të nxisin njerëzit. Ja, neve janë shoqata që përfitojnë në këtë drejtim, siç përfiton dhe ushtria që të fsheh ato veprimet e veta në emër të alienëve. Kështu dhe njerëzit, shoqata që merren, që pranojnë që alienët janë mes nesh, kanë atë biznesin e tyre. Është bërë kompleks në anën sociale sot. Pra është bërë gjithçka biznes. Po. Erat, faleminderit shumë për bisedën. Të jam mirënjohës shumë. Gjithashtu.